Pra njëri që e beson fjalën e Zotit dhe aty në fjalën e Zotit të shkruar, thuaj nuk ka për të ndodhur vetëm sa ajo që Zoti i ka shkruar. Për çfarë trembet njeriu, për çfarë friksohet? Kujt i friksohet? Nuk ndodh gjë në botë, po nuk e pat shkruajti i madh i Zot, po nuk e pat caktuar i madh i Zot. Si tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atij sahabiut, nuk plotësohet besimi i njeriu derisa të di dhe të jetë i sigurt se çfarë i ndodh, s'kishte se si mos me i ndodh. Dhe çfarë nuk i ka ndodh, nuk kishte se si me i ndodh. Kjo është sprova e besimit. Kur ne themi besojmë Zotin, besojmë botën tjetër, kur ne themi besojmë caktimin e Zotit, çfarë do thotë besojmë caktimin e Zotit? Kjo pra është, nuk mund të ndodhi ty diçka që s'e ka shkruajtur Zoti. Po edhe nuk mund t'i shpëtojsh asaj që ka shkruajtur Zoti. La yanfa'u hadarun min qadarin. Sado që të ruash, si shpëton dot kaderit. Por ne jemi urdhëruar për të bërë shkaqet. Ne duhet të bëjmë shkaqet patjetër. Ama kaderit, caktimi nuk shpëton. Po mira, thuhet që lutja ndryshon, po edhe lutja është pjesë e kaderit. Edhe lutja është pjesë e kaderit. Pejgamberi sa më ka thënë, "Ed-du'a'u yadfa'u lima nazala wa ma lam yanzil." Duaja bën dobi për atë që ka ndodhur, po edhe për atë që s'ka ndodhur akoma. Duaja bën dobi për atë që ka ndodhur dhe për atë që nuk ka ndodhur. Nganjëherë Zoti nuk na përgjigjet në lutjet tona, pavarësisht se kemi hall të madh dhe siklet të madh, se Zoti po na ruan nga një fatkeqësi që e ka shkruar për ne. Ne nuk e dim. Këto sekrete kur do të na zbulohen ditën e Kiametit. Filan lutje nuk është përgjigje Allahut. Ti ke pas nevojë të madhe që Zoti të përgjigjet. I padrejtësia e madhe, i zullumi i madh, i sikleti i madh. I lut ti e çu 6 muaj në 1/3 në fundit natës, po su zgjidh që su zgjidh, pavarësisht ti ishe me drejtën. I Zoti din se çfarë ka qenë e shkruajtur me të ndodh ty, e Allahu ka bë kader pra këtë lutje që ti ke bë për gjë tjetër komplet me të shpëtu Zoti për fatkeqësi për të keqen. Ne nuk i dim sekretet e Allahut. Ne duhet bëjmë sebepet normalisht dhe t'i dorëzohemi Zotit mbasi të bëjmë sebepet. Prej gjërave që ka pas dobi kjo problemi i stresit, disa ju kam thonë, kur të fillojnë me të ardhë këto mendimet, çohu dhe bëj dush me ujë të ftohtë. Ka qenë e dobishme për disa njerëz. Fillon se çdo njeri kur i fillojnë ato momentet, fillon dhe e kap situatën që po i fillojnë. Në atë moment çohu, i kam thonë, dhe bëj dush me ujë të ftohtë akull, jo kështu me të ngrohtë, të ftohtë akull. Edhe kjo ka bërë dobi. Po më e rëndësishme është ajo që ne e thamë. Ti dorëzohesh Zotit dhe të besosh se Zoti nuk cakton për ty vetëm sa atë që është më e mira. Keni parë në një që është shumë i devotshëm, shumë i përkushtuar, të ketë problematika të tilla, jo se nuk përjeton momente frike, stresi apo depresioni, përjeton, por nuk mund të jetë kjo e vazhdueshme për një besimtar të mirë. Pse? Sepse raportin e ka me Allahun, me Zotin. Ai që ka raportin me Zotin, një nga efektet që ka raporti i mirë me Zotin është qetësia. Huwa alladhi anzala sakinatahu ala al-mu'minin. Allah është ai i cili e zbret qetësinë shpirtërore tek besimtarët. Pra, në momentin që njëri është me Zotin, në raportet mira me Zotin, kjo ndihmon shumë. Ne nuk po themi që një musliman s'ka siklete, s'ka pikëllime, ka, po nuk i ka të vazhdueshme, nuk i ka të përhershme. Pse? Sepse ai beson se Zoti i tij, Allahu, mjafton që ti thotë diçka e bëu dhe bëhet. Ai beson se për Zotin e tij nuk ka gjë të pamundur që s'bëhet. Ai beson se Zoti i Madh po sprovon. Thjesht duhet me tregu durim ndaj sprovës që vjen prej Allahut. Do thonë njëri po jo se kështu me fol është e lehtë. Pa hajde përjetoje ti këtë mesele.
Ti mos kujto se folsi nuk ka pas momente stresi, momente frike, mos edhe unë kam kalu, por janë momentale, diçka e moment. Nuk mund të vazhdoj. Sado që t'jetë halli i madh, sado që t'jetë sikleti i madh, sado që t'jetë stresi i madh, Allah është më i madh. Allah është më i fuqishëm. O besojmë se Zoti është më i madh dhe më i fuqishëm, ose jemi kot. E nëse e besojmë, atëherë lutje më të madhët ta zhduki atë që është asgjë për atë. A themi ne Allahu Ekber. Allahu Ekber çdo thot shqip. Allah është më i madhi në të gjitha kuptimet e fjalës, që mbart fjala më i madhi. Edhe më i madh se hallet tona, se streset tona, se sikletet tona, se frikrat tona. Është më i madh Allah, se gjunahet tona. Momenti që ti e ke rregullu punën me më të madhin, ai është Allahu. S'ka gjë që mund të përballet me më të madhin, me Allahu. Që s'ka vend dhe nuk ka hapësirë për një besimtar që përjetoj situata kaq të rënda. A ka për situatë më të vështirë sa ka përjetu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Sado që ne të ankohemi, për çfarë do të ankohesh ti? Për çfarë do të ankohesh? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përjetu situatë më të vështirë sa situata jote dhe imja. Ankohesh për jetën. Kanë tentu me vra me 100 herë. Ankohesh të të vdiq kush? Fëmia, i kanë vdek 6. I kanë vdek gjithë të qenë gjallë. Ankohesh se të ka vdek baba, i ka le pa babë. Pra me kuptimin, i ka vdek baba, kur nona e tij ka qenë shtatzon. Pra nuk e ka përjetu për këdhelin e babës. Ankohesh se të ka vdek nona, i ka vdek dhe ati nona në moshën 6 vjeçare. Ankohesh se s'ke me hongër. Ka pas raste që pejgamberi sallam lidhte 2 rasa në barg se s'kishte çfarë me hongër. Ankohesh se s'ke gjell të mirë me ushqim mirë. Ndodhte që 2 muaj në shtëpinë e pejgamberit alayhis salatu sallam snizej zjarri për gjell. Ankohesh se nuk ke mobilim në shtëpi. Pejgamberi sallam një hasër kishte në tokë, edhe një shilte për të fletë gjumë. Ankohesh se s'ke vil. Tregon tabiu, thot kur janë fut në shtëpinë e pejgamberit alayhis salatu sallam, domethënë ishte 2 pllom më lart se gjatësia e trupit njeriu. Dhe gjerësia e dhomës ishte sa një boj njeriu më e gjerë se sa një njeri i shtrirë. Për çfarë ankohesh? S'ke pse të ankohesh, nuk ka asnjë lloj arsye pse të ankohesh. Smundje. Pejgamberi sa nuk i ka ndarë dhimbja e kokës, pothuajse në pjesën e Medinës derisa ka ndruar jetë, sallallahu alaihi wasallam. Ka kalu temperatura, ka kalu smundje. Kur e ka pa sahabiu duke në hekën e vdekjes, është habit. Tha e preka mbi rob, ma dogji dorën. Dhe i thasho pejgamberi Zotit, jo, e mpa pejgamberi sasim që u habita. Më tha pse habitesh? Unë tha kam 2 fishin, kur e kaloj një smundje, e kaloj sa 2 fishi që kaloj një besimtar. Kështu që kthehemi edhe një herë tek ajo e para, që tham përderisa besojmë se jeta jonë menaxhohet nga Allahu, atëherë për çfarë stresi, për çfarë ankthi, për çfarë? A jemi në dorë të Zotit? Po, atëherë. Unë nuk them që njeriu duhet vizitohet, unë nuk them që njeriu duhet lejë ilaçet, unë nuk them që njeriu nuk duhet konsultohet me mjek specialist, jo, nuk e them këtë. Sepse kjo mund vjen dhe si pasojë e dëmtimit nervor njeriu, psiqik njeriu. Mund të jenë shumë faktorë që e shkaktojnë ankthin dhe stresin. Ne nuk jemi kundër mjekësisë apo ndjekjes klinikale. Po unë mendoj dhe besoj që pjesa e besimit ka të bëjë shumë. Pjesa e imanit ka të bëjë shumë. Kjo le të mbetet e dorës dytë. Dhe se njeriu me besimin në Zot, me veprat mira, me sadaka, me angazhime, me shpresë Zotit del për situatë.